Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se erdhët. Në edicionin qendror të lajmeve këtu në ABC News, unë jam Juli Krisafi. Një 67 vjeçar humbi jetën nga një shpërthim pranë boksit të macave elektrik në një pallat në Shkodër. OSHE përjashton panelin e macave si shkak për shpërthimin, ndërsa dyshohet për atentat me lëndë plasese ndaj 67 vjeçarit që banonte në katin e parë. Viktima Hysni Ymeri, që po hynte në pallat ku ndodhi ngjarja, ekspertët pritet përcaktojnë edhe shkakun e shpërthimit. Shpërthimi i së hënës në një kabinë elektrike në një pallat të Shkodrës, ku fatkeqësisht humbi jetën një 67 vjeçar, ka ende dritë hije. Grupi anti-eksplozivit, i cili u nis nga Tirana drejt Shkodrës, nuk ka mundur të konstatojë me sy të lirë mbetje të lëndëve eksplozive. Gjatë punës së tyre, ata kanë mundur të mbledhin materiale që do i nënshtrohen analizave laboratorike. Ekspertiza mjekoligjore ndërkohë në spitalin e Shkodrës, pasi kthyrje dhe trupin e viktimës, ka përcaktuar se i moshuari ndoroi jetë nga kontakti me rrymën elektrike. Sipas raportit, viktima ka të dëmtuar dorën e djathtë nga kontakti me energjinë elektrike dhe ka dëmtime në kokë nga djegja, ndërsa trupi është i padëmtuar. Fakti që ka dorën e djathtë të nxirr nga rryma elektrike dhe otomajtën, e cila ishte në anën e panelit elektrik kur tentoi të ngjitej në pallat, ka bindur grupin mjekoligjor që të përcaktojnë vdekjen nga kontakti me korrentin, duke shtuar edhe djegjen nga flakët në kokë. Hetimet vijojnë, ndërsa djali i të ndjerit Alban Ymeri deklaroi për policinë se nuk kanë probleme me askënd dhe nuk kanë patur kërcënime. Autoritetet nuk përjashtojnë asnjë pistë deri në përfundimin e ekspertizës së plotë. Analiza kimike do jetë ajo që do vulos nëse kemi të bëjmë me një ngjarje aksidentale apo kriminale. Djali i viktimës, i cili jetonte jashtë Shqipërisë, erdhi në 25 dhjetor për shkak se nëna e tij vuan nga një sëmundje e rëndë. Edhe sot përpara ngjarjes ai ndodhej në spital me nënën. 67 vjeçari, pasi ka pirë një kafe si çdo ditë në lagjen e tij, është çuar nga lokali për të shkuar në shtëpi e më pas në spital tek bashkëshortja, por sapo është futur brenda hyrjes së pallatit në katin e parë, ndodhi shpërthimi i fuqishëm. 67 vjeçari është vëllai i një personi të dënuar me burg për një vrasje të ndodhur shumë vite më parë në Shkodër. Në 95 në Kiras është vrarë Shefqet Çekoria nga vëllai i viktimës, i cili humbi jetën këtë të hënë. Disa vite më pas, sipas burimeve, dy familjet kanë shtrirë dorën e pajtimit. Shefqet Çekoria është vëllai i Ismet Çekores, që u vra në shtatorin e 2022-shit në afërsi të banesës. Megjithatë, policia pret vendimin final të rezultateve të anti-eksplozivit, nëse ka patur ose jo shpërthime tritol, për t'i dhënë më pas orientimin e duhur hetimeve. Në strukturën e policisë së shtetit, këtë të hënë ka pasur disa ndryshime, shkarkime nga detyra dhe emërime të reja. Kreu i policisë Ilir Proda ka firmosur shkarkimin nga detyra të drejtorit të policisë së Qarkut Lezhë Altin Mena dhe të zëvendës drejtorit Perendin Tauland Gjoka me motivacionin për performancë të dobët. Në Lezhë është komanduar Kujtim Gjoka, i cili mbante postin e zëvendës drejtorit për hetimin e krimit. Ish drejtori i Lezhës Altin Mena është emëruar zëvendës drejtor për sigurinë publike në Kukës, ndërsa Tauland Gjoka është emëruar shefi i sektorit të sigurisë publike në Shkodër. Po me të njëjtin motivacion janë shkarkuar nga detyra shefi i komisariatit të Dibrës Mariglen Duçi dhe shefi i komisariatit të Kamzës Besmir Dervishi, duke marrë detyra më të ulta në Kukës dhe në Tiranë. Pas shitjes e aksioneve që zotëronte në kompaninë Air Albania, kompania turke e fluturimeve Turkish Airlines ka njoftuar nisjen e fluturimeve me Tiranën. Në faqen zyrtare njoftohet se fluturimet do të nisin në fund të janarit. Kompania turke Turkish Airlines do të nisë fluturime drejt aeroportit ndërkombëtar Nën Tereza dhe Anasjelltas. Në faqen zyrtare të kompanisë njoftohet se fluturimet direkte drejt Tiranës do të nisin në 10 janar, por prenotimet mund të realizohen vetëm pas datës 23 janar. Biletat variojnë nga 51 deri në 58 euro vetëm për një drejtim. Ky vendim i kompanisë turke vjen pas shitjes së 49% të aksioneve që zotëronte në kompaninë shqiptare të fluturimeve Air Albania. Pas shitjes së aksioneve, kompania turke anulloi edhe shitjen e biletave tranzit përmes Air Albania, duke detyruar qytetarët që kishin bileta të tilla që të fluturonin për në kryeqytetin turk nga Podgorica ose Malizi. Dalja e Turkish Airlines nga ky partneritet vjen menjëherë pasi ajo ra dakord që të blinte rreth 27% të Air Europa, një veprim që synon zgjerimin e shtrirjes së saj globale dhe hapjen e tregjeve të reja të turizmit dhe ngarkesave midis Turqisë dhe Amerikës Latine. Një tjetër arsye e shitjes së aksioneve që kompania turke ka në Air Albania mendohet se është edhe gjendja financiare, pasi fitimet kanë rezultuar më të vogla se sa shpenzimet gjatë vitit 2025. Ndërkohë, kompania shqiptare Air Albania nga kërkimi në faqen zyrtare aktualisht nuk ofron fluturime drejt Stambollit për ditët në vijim.
Investimet nga Kosova janë dyfishuar në 3 mujorin e 3 të këtij viti, duke arritur në 153 milion euro për 9 mujorin. Kosova pozicionohet e para për investimet e huaja në Shqipëri, e ndjekur nga Italia dhe Hollanda. Gjatë këtij viti, investimet e huaja kanë shënuar nivele rekord me 1.2 miliardë euro, ku pasuritë e paluajtshme vijojnë të mbeten sektori më tërheqës për të huajt. Investimet nga Kosova kanë regjistruar një dyfishim në 3 mujorin e 3 të këtij viti, sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë. Rezulton se në periudhën korrigu-shtator, në vend janë realizuar investime në vlerën e 90 milionë eurove, duke shënuar një rritje të fortë në krahasim me një 3 mujor më parë, por edhe me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Investimet nga Kosova në Shqipëri fokusohen në shërbime e tregti, ku po zgjerohen kryesisht në tregtinë me pakicë, në pasuritë e paluajtshme e ndërtim, por edhe në industri përpunuese. Në vend të dytë vijon të pozicionohet Italia me 48 milionë euro. Ky shtet I ka investime të përqendruara kryesisht në pasuri të paluajtshme dhe energji të rinovueshme. Holanda pozicionohet në vend të tretë me 45 milionë euro, ndërsa Turqia ka zbritur në vendin e katërt me 39 milionë euro në 3 mujorin e tretë. Edhe nëse bëjmë një krahasim si 9 mujor, përsëri Kosova pozicionohet e para për sa I përket investimeve, duke arritur vlerën 153 milion euro, ndërkohë në vend të dytë renditet Italia me 137 milion euro. Shqipëria ka thithur më shumë investime për gjatë këtij viti. Të dhënat zyrtare të Bankës së Shqipërisë tregojnë se në periudhën janar-shtator, totali I investimeve të huaja direkte arriti në mbi 1.2 miliardë euro, duke pësuar një rritje me 4.4% në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ndërkohë nëse vërejmë të dhënat për periudhën korrik-shtator, rritja është edhe më e fortë. Investimet e huaja direkte kanë kapur vlerën e 449 milionë eurove, duke pësuar një shtesë me 10.6% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024. Përqendrimi kryesor është në blerjen e pasurive të paluajtshme, sipas të dhënave të Bankës Qendrore për 3 mujorin e 3 2025. Flukset hyrëse ishin të përqendruara kryesisht në pasuri të paluajtshme në 31% të totalit, në ndërmjetësim financiar 16%, hidrokarbure 6% e më pas energjetik e komunikacion. Vetëm për blerjen e pronave rezulton se janë investuar 392 milionë euro ose 123 milion më tepër se një vit më parë, ndërsa për agjentët imobiliar Shqipëria është një treg me interes për të huajt. Punojësit e ujësjellësit në Vlorë po punojnë me forca të shtuara për rregullimin e defektit që ka lënë qytetin pa ujë për 4 ditë. Sot në mëngjes një grup banorësh protestuan përpara bashkisë për të kërkuar zgjidhje. Kryebashkiakja dhe drejtues të ndërmarrjes thanë se 3 pajisje që pritet të vinë sonte nga Turqia do të zgjidhin problemin duke rinisur furnizimin me ujë për qytetin. 3 pjesë të ardhura nga Turqia pritet që të jap fund problemit të shkaktuar në tubin kryesor të qytetit të Vlorës. Defekti I cili la pa ujë banorët e qytetit bregdetar për 4 ditë do riparohet, ndërsa kryetaria e bashkisë garantoi zgjidhjen e problemit. Edhe lajmi I mirë sot është që testimi ka rezultuar pozitiv në provën e fundit që është bërë dhe një pjesë e qytetit, pra pjesa e Lungomarës me një presion minimal për të mos rritur nivelin e riskut që të na çdoj përsëri prova, derisa të bëjmë zgjidhjen përfundimtare që është shumë shpejt. Zgjidhja përfundimtare me pjesën origjinale që I duhesh pjesës së tubit që është përdorur në këtë, kemi filluar të japim pjesës së Lungomarës dhe një pjesë të vogël të lagjeve. Lajmi I mirë është që pjesa është gjendur dhe është duke arritur në aeroportin e Rinasit. Inxhinieri Faluers Shoshi, drejtori I ujësjellës kanalizimeve në Vlorë, tregoi dhe arsyet pse ndodhi defekti. Tubacioni kryesor, I cili është I dimensionit fi 1 mish dhe 6 atmosferë, ka psuar shkarja të dherës dhe normalisht ka bërë një tërheqje duke pas një defekt shumë të rëndë. Besoj që mbrëmje ditës së sotme në mesnatë ne do e kryejmë si defekt. Për mungesën e ujit, qytetarët e Vlorës u mblodhën duke protestuar që prej mëngjesit në dyert e bashkisë. Përplasje pati edhe me policinë. Uj ka plot, po në qytetit s'ka ujë. Kjo, shiko, a kopjot njeriu, rregullohet. Po kjo nuk rregullohet, nuk ka kopjot dot. I bëj thirrje prefektes Qarkut, e cila ka për detyrë të menaxhoj punën e gjitha institucioneve në Vlorë, të mbledhë me urgjencë shtabin e emergjencës
pasi jemi përpara një situate e cila do të krijojë pasoja të rënda. Pavarësisht provave për t'rregulluar avarin, përpjekjet kanë rezultuar të pasuksesshme, ndërsa në mesnatë sipas autoriteteve ky problem do marrë zgjidhje përfundimtare. Dhe sonte qytetarëve në mesnatë do rikthehet furnizimi me ujë atë. Kjo është fjala ime. Ndërkohë, Kryeministri Edi Rama ka reaguar për mungesën e ujit të pijshëm në Vlorë këto ditë. Vlonjatëve të mi u them ndjes për tërë këtë peripeci të pamerituar dhe siç thoshin gjyshet tona, plasim më në fund edhe syri i keq pas tërë këtyre viteve të mira për Vlorën, shkruan Rama në rrjetet sociale. Kryeministri flet me respekt për punonjësit e ujësjelljes kanalizimeve në Vlorë, respekt për punën e palodhur të punëtorëve që në drejtimin e drejtorit përgjithshëm të Agjencisë Kombëtare të Ujësjelljes Kanalizimeve, inxhinierit të njohur Flowers Shoshi, i cili prej disa ditësh e netësh u gjendet në krye të operacioneve të vështira, po bëjnë të pamundurën për ta mbyllur këtë plagë të hapur në trupin e Vlorës prej një mine të vjetër nga një kohë e zezë për Vlorën, thot Rama. Problemi shton ai lidhet me tubacionet e instaluara rreth më shumë se 15 vite më parë. Rama thot se pjesët e reja hidrolike vijnë sot nga Turqia për riparimin e defektit të rënd në ujësjellsin e Vlorës, ku në vitin 2009-2010 janë instaluar pjesë hidraulike jashtë standardeve që nuk e kanë mbajtur dot më presionin e ujit dhe përpasoj tubacioni ka shpërthyer. Ju ftoj të ndiqni Radio ABC News. Në valët 105 FM Të përditësojeni me zhvillimet më të fundit. në 105 FM. Fëmia që ushtrua javën e kaluar në pediatrinë e QSUT-s i prekur nga fruthi, sipas mjekëve është rast i izoluar. ISHP thot se hetimi epidemiologjik nuk ka treguar raste të tjera të transmetimit të virusit. Megjithatë, mjekët përsëritin apelin drejtuar prindërve për vaksinimin e fëmijëve për fruthin, sipas kalendarit të përcaktuar. Asnjë rast tjetër me fruth nuk është regjistruar pas fëmijës së diagnostikuar një javë më parë që ushtrua për trajtim në pediatrinë e QSUT-s. ISHP sqaron se rasti është izoluar pasi fëmia i ardhur nga jashtë Shqipërisë nuk frekuentonte çerdhet, çka ka bërë edhe ndërprerjen e zinxhirit të transmetimit të virusit, ndërsa prindërit e tij janë të vaksinuar. Është një fëmijë i cili ka lindur jashtë vendit, ka ardhur në Shqipëri, por nuk i ka aplikuar vaksina duke filluar nga mosha 6 muaj edhe më tej. Prindët e mbajnë në shtëpi dhe në një moment caktuar fëmia duhet të ketë rënë në kontakt me këtë virus, i pa vaksinuar. Normalisht po të kishte aplikuar dozën e parë të vaksinës, nuk do të ishte infektuar. Dhe fëmia ka shfaqur shenja klinike, është edhe i shtruar normalisht në qendrën hospitalore universitare në Tiranë. Prindët e tij fatmirësisht nuk kanë normalisht shenja klinike sepse janë të vaksinuar dhe nuk ka patur persona të tjerë që mund të jenë infektuar sepse fëmia nuk frekuentonte çerdhet. Fruthi është sëmundje ngjitëse dhe kryesisht prek fëmijët. Pasojat janë të rënda deri në humbje jete. Ka prindër që refuzojnë të aplikojnë vaksinën MMR tek fëmijët, pasi shpeshherë lidhin atë me autizmin. Specialistët e shëndetit publik sigurojnë qytetarët se kjo vaksinë nuk ka asnjë efekt negativ në organizëm dhe apelojnë për marrjen e saj sipas planifikimit kalendarik. Fruthi është një sëmundje ngjitëse, e cila mund të parandalohet nga vaksina. Në kalendarin tonë të vaksinimit, fruthi aplikohet me 2 doza. Doza e parë në moshën 1 vjeç dhe doza e dytë në moshën 5 vjeç. Mund të japi pasoja goxha të rënda, pneumoni, encefalit, madje mund të çojë edhe deri në vdekje. Vaksinoni duke besuar, vaksinoni fëmijët tuaj në kohë. Aktualisht mbulesa vaksinale për MMR është 92%, por synimi i Ministrisë së Shëndetësisë është që mbulesa të arrijë në 95%, në mënyrë që të bllokohet qarkullimi i virusit dhe të shmangen shpërthimet e mëtejshme. Gjatë vitit 2025 në vend u regjistruan 18 raste të reja në Fier dhe Tiranë. Numrin më të lartë të diagnostikuarve e mbanin fëmijët e pavaksinuar, ndërsa një pjesë e tyre kishin aplikuar vetëm dozën e parë. Rreth 400 ushtarak të rinj u bashkuan forcave tona të armatosura në ceremoninë e betimit të tyre. Presidenti Begaj dhe Ministri i Mbrojtjes Vengu thanë se ata janë një investim i rëndësishëm në forcimin e ushtrisë së Shqipërisë si vend antar i NATO-s. Afro 400 ushtarak u betuan këtë të hënë për t'i shërbyer vendit si pjesë e forcave të armatosura. Betohem! Në cilësinë e komandantit të përgjithshëm të forcave të armatosura, presidenti Bajram Begaj risolli në vëmendje strategun e ushtrisë amerikane, ish sekretarin e shtetit Colin Powell, për t'i treguar të rinjve rëndësinë e uniformës. Të shërbesh në forcat e armatosura është më shumë se një profesion. Është nder e krenari. Është shërbim në një institucion modern të standardeve të NATO-s të besueshëm dhe të vlerësuar nga shoqëria shqiptare dhe aleancë. Por mbi të gjitha,
është shërbim ndaj misionit të shenjtë të mbrojtjes së Adeut, garantimit të paqes dhe të sigurisë. Paqja dhe siguria nuk mund të merren si të mirëqëna. Ato janë vlera që duhen mbrojtur çdo ditë dhe kërkojnë përkushtim, vigjilencë e sakrificë. Në një kohë kur shumë vende po rikthejnë shërbimin e detyrueshëm ushtarak, Ministri i Mbrojtjes Piro Vëngu vlerësoi efektivët që janë bashkuar vullnetarisht forcave të armatosura, ndërsa nënvizoi dhe prioritetet e mbrojtjes. Programi i qeverisë Mbrojtja 2030 mbështetet pikërisht mbi dy shtyllat të qarta: kapitalin njerëzor dhe infrastrukturën kritike. Investimet në Akademinë e Forcave të Armatosura, në qendrat stërvitore, poligonet, sistemet moderne të trajnimit nuk janë një luks, ato janë domosdoshmëri për një ushtri moderne dhe të besueshme, të ndërveprueshme me aleatët tanë. Asnjë infrastrukturë, asnjë teknologji dhe asnjë buxhet nuk e zëvendëson karakterin. Karakteri ndërtohet në stërvitje të lodhshme, në disiplinë përditshme, në net pa gjumë dhe në momente presioni. Sipas ministrit Vengu, forcat e armatosura nuk janë vetëm një ushtri, por shtyllë e mbrojtjes kombëtare. Vetëvendosje doli sërish e para në zgjedhjet e djeshme në Kosovë, por Albin Kurti përsëri nuk mori shumicën e nevojshme të votave për të bëri vetëm qeverinë. Partitë e opozitës mbeten sërish humbse. PDK, edhe pse ndryshoi drejtuesin, mbeti në të njëjtat kuota, si në zgjedhjet e kaluara, 23 mandate, ndërsa LDK ra edhe më poshtë se në zgjedhjet e shkurtit. Zgjedhjet e jashtëzakonshme të 28 dhjetorit në Kosovë përfunduan, por dhanë disa mesazhe për mendësim politike në vend dhe mesazh më i rënd është për partitë e opozitës. Asnjëra prej tyre nuk frymëzon. Ato duket se kanë humbur kontaktin e thellë me elektoratin, me premtime larg realitetit dhe asnjë angazhim real për t'u rikthyer në pushtet. Partia Demokratike e Kosovës nuk po arrin të riformatohet, edhe pse pas humbjes së bastioneve të rëndësishme në zgjedhjet lokale, zgjodhën kryetarin e ri Bedri Hamza, i cili gjithsesi, siç thonë në Prishtinë, nuk dhezi, duke prodhuar me mund po aq mandate sa Memli Krasniqi. Edhe më dramatike paraqitet situata në kampin tjetër, Lidhja Demokratike e Kosovës, partia e presidentit historik Ibrahim Rugova, e cila mori pak më shumë se 13% të votave. Pas kësaj humbje, opinioni publik në rrjetet sociale kërkon dorëheqjen e Lumir Abdixhikut, edhe pse në këmbim mori vetëm një premtim nga kryetari për mbledhje të strukturave të partisë. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ruajti e vet me votat në komunat tradicionale të saj. Nisma Fatmir Limajt nuk e kaloi pragun elektoral, duke e lënë komandant Shelikun jashtë parlamentit, ndërsa lista serbe e Beogradit, organizuar në grup për të votuar, arriti të ruante 10 ulëset e saj në parlament. Nga krau tjetër, vetëvendosja Albin Kurtit me disa sjellje të ndryshuara si gjua më e zbutur me mediat, shpërfillja kundërshtarëve politik, por gjithsesi e kapur fort pas kartës së nacionalizmit dhe përballjes me serbët, arriti të binte shumicën e 45% të qytetarëve që dolën të votojnë se është alternativa më e mirë për vendin, edhe pse për vetëvendosje kjo fushat nuk ka qenë pak e lodhshme. Organizimi për të sjellë diasporën në Kosovë në datën e zgjedhjeve apo përdorimi i të gjithë aparatit shtetëror për t'u kapur pas pushtetit. Votuesit edhe në dritat e fundvitit harruan që në drejtimin e zotit Kurti Kosova vu në sanksione, që në rënd marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara dhe vijoi të mbetej i vetmi vend në rajon pas statusin kandidat për antarësimin në Bashkimin Evropian. Sigurisht nuk ka 61 mandate për Kurtin, i cili në daljen e tij pas rezultateve preliminare, po mendon edhe për krizën e mundshme të pranverës, kur përfundon mandati i presidentes Vjosa Osmani, me gjas edhe një tjetër mandat si kreu i shtetit. Me urgjencë në vend duhet të votohet buxheti për vitin e ardhshëm dhe 3 marrëveshje ndërkombëtare për të përfituar nga plani i rritjes sapo të konstituohet legjislatura e 10, që kalkulimet politike të partive të mos bien më mbi kurrizin e qytetarëve që mbeten në mjegullin e krizës për më shumë se 10 muaj. Kryeministri Edi Rama ka uruar kreun e vetëvendosjes Albin Kurti pas fitores në zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të 28 dhjetorit në Kosovë. Në mesazhin e tij, kreu i qeverisë shqiptare uron që ky mandat i konfirmuar nga populli i Kosovës për Kurtin të kthehet në sukses për Kosovën dhe marrëdhëniet vllazërore mes Tiranës dhe Prishtinës. Edhe presidenti Bajram Begaj ka përcjell një mesazh qytetarëve të Kosovës. Uroi dhe besoi që kjo votë të shndërrohet në përgjegjësi institucionale për t'i dhënë Kosovës dhe qytetarëve të saj një të ardhme të begatë, të drejtë dhe europiane, shkruan presidenti i Shqipërisë. Festat e fundvitit janë një mundësi e mirë për bashkimin e familjeve shqiptare në tryezën e gëzuar të ndërrimit të viteve. Shumë emigrantë vijnë të festojnë me të afërmit e tyre në Shqipëri, por jo pak shqiptar edhe këtë vit kanë zgjedhur të udhëtojnë jashtë vendit për të kaluar natën e ndërrimit të viteve.
Shtrydheza familjare do të mbledh shumë shqiptar në ndërrim të viteve. Tradita e kahershme do të ruhet nga pjesa më e madhe e qytetarëve dhe këtë fest. Familjen e madhe kam vajzat këtu, unë vetë nga Saranda dhe kam marrë për fund viti festat. Vetëm me burrin na pëlqen ashtu, shohim televizor. I darkë më me familjen, pastaj në qytet. Me vajza kam ardhur. Se ku jetoni ju? Bilisht. Ka ditëlindjen edhe i vogli vajzës? Do bëjmë ditëlindjen datën 2 e do ikim. Në Shqipëri apo jashtë vendit, atje ku të afërmit e tyre jetojnë dhe punojnë, por viti i ri do t'i gjej bashk. Ne shikojmë që njerëzit ose ikin t'i bashkojnë familjeve jashtë, ose familjet që janë jashtë në emigrim, vinë e bashkojnë familjeve në Shqipëri. Ky është trendi masiv. Ne këtë vëmë re me anë të fluturimeve që janë plot në të dyja drejtimet. Më të pakët, sipas tur operatorëve, janë ata që kanë zgjedhur të festojnë jashtë shtëpisë. Kemi një pjesë të shqiptarëve që shkojnë në mënyrë të organizuar në destinacionet e afërta, edhe brenda vendit, por nuk është, le të themi, në një format masiv. Në Korç kemi ture të organizuara që janë edhe me transport ku kalohet darka vitit të ri dhe 1 janari. Edhe pjesa në Kosovë është në rritje, kemi Brezovicën, kemi Prizrenin, që kanë edhe hotele, edhe ture të organizuara për festat e fund vitit. Gjithashtu dhe Malizzi sigurisht, po Malizzi ka historik me Shqipërinë që edhe Budva, edhe Kolashina, ngelen popullore për destinacione që janë për familje, gjithmonë në shumica e udhëtarëve janë në nivel individual, jo të organizuar me grupe. Të tjerë pëlqejnë ta presin vitin e ri jashtë kufimve. Sipas tur operatorëve, destinacionet kryesore janë kryeqytetet europiane. Vendet më të kërkuara janë vendet e Evropës, shikohet gjithmonë Parisi, Amsterdami, Vjena, Praga, Budapesti, Kolmar, Strasburg, vendet ku kanë këto fshatrat turistike. Kemi Stambolli që gjithmonë çdo vit ka disa grupe që organizohen qoftë për Krishtlindje, qoftë për vitin e ri. Janë 2 lloje destinacionesh të largëta, me diell ose me borë. Në destinacione me diell, këtë vit ne faktikisht kemi një destinacion shumë të mirë, që është Sharm el Sheikh. Ka nga ata që kanë zgjedhur vendet veriore. Ngelen gjithmonë destinacione më të preferuara dhe më të kapshme, si në vendet që janë Roma, Parisi, Vjena, veçanërisht për vitin e ri, sepse në këtë periudhë ata nuk është se i kanë çmimet ekstremisht të shtrenjta, sepse viti i ri për ata nuk është siç e kemi ne vitin e ri. Sipas tur operatorëve, përgjatë të gjithë dhjetorit, udhëtimet jashtë vendit kanë pësuar rritje. Lëvizjet e shqiptarëve vitet e fundit janë shtuar dhe për shkak të linjave ajrore me tarifa më të ulta. Jemi në fund të këtij edicioni informativ, por për të tjera informacione të rëndësishme nga vendi dhe bota, klikoni në abcnews.al si dhe na ndiqni në Radio ABC 105 FM. Bashkë mirupafshim nesër në orën 19.